Përshëndetje gjithë atyre që na ndjekin në të gjithë Time Media dhe rrjetet tona sociale, në kanalin ton zyrtar në YouTube, në bibliotekën ton virtuale dhe të gjitha rrjetet sociale, ashtu siç ju kemi njoftuar në vazhdimsi të traditës sonë të Learning by Talking and Talking by Learning dhe të serialit Varësit. Do të vazhdojmë sot me serinë e radhës me një temë që është shumë aktuale, shumë e prekshme për të gjitha gjeneratat, për të gjitha grup moshat. Do të flasim për varësinë nga telefonat, nga scrolling, nga qëndrimi gjatë në orë të gjata në rrjetet sociale dhe në celular. Kemi të ftuar sot një zonjë shumë simpatike, mikeshe e institucionit, një specialiste e cila quhet Albiona, do ta bëj vetë prezantimin e vet, dhe kemi dhe panelin e nxënësve më të mrekullueshëm në botë që i kemi gjithmonë, që janë gati me pyetjet e tyre. Do ndahet në 2 pjesë, do bëhet pyetjet kryesore që kanë dërguar prindrit dhe ata nga rrjetet sociale janë munduar t'i përmbledh në një kapitull pyetjesh dhe pastaj nxënësit do bëjnë pyetjet e veta. Albiona, shumë faleminderit që pranove ftesën tonë dhe që erdhe në Time Center. Faleminderit, atëherë të prezantohem? Jo, do të bëj para se të prezantohesh, do bëjmë një shpjegim. Për të gjithë ata që na ndjekin për herë të parë, sepse shumica e din, ne kemi një parim, nuk ka pyetje të shëmtuara, nuk ka pyetje të gabuara. Këto formula organizohen në vazhdimsi të traditës së aktiviteteve ekstrakurrikulare për të gjithë përfshirë të gjitha kategoritë e institucionit, sepse institucioni nuk e bën një person i vetëm, as një kategori e vetme. Mundohemi dhe është detyrë e institucionit të shpërndajë dije. Jo çdo gjë që ne themi këtu domosdoshmërisht përfaqëson linjën kurrikulare apo mendimin e institucionit, është një mendim i pavarur midis 2 personave. Nuk ka pyetje të gabuara apo theksoj, kështu që ne do bëjmë çdo lloj pyetje. Për ndonjë pyetje që dëshiron të mos përgjigjesh, ke gjithë të drejtën të mos përgjigjesh. Okej. Faleminderit. Për të gjithë ata që nuk të njohin, të lutem do doja vetëm një prezantim. Kush je, me çfarë merresh dhe ku punon? Okej. Atëherë unë jam Albiona Toska, punoj për 3 vitesh si terapiste, psikologe për fëmijë, edhe që varjojnë nga mosha 2 edhe deri në 12 vjeç, domethënë varet. Po themi nga cikli qerdhi dhe cikli fillor. Atëherë unë jam i diplomuar për psikologji klinike. E bëj me shumë pasion punën time. Mendoj që do vazhdoj ta bëj për gjithmonë, jo për shumë vite. Gjë e bukur. Dhe shtofshin njerëzit si ti, që bëjnë me pasion këtë lloj pune dhe çdo lloj pune. Sot ne do flasim për një temë shumë prekshme. Besoj dua ta nis me diçka. Janë shumë lidera botëror, nga Macron, presidenti i Francës, por së fundi edhe Britania, kryeministri doli dhe tha që ka ndaluar përdorimin e telefonave për grup moshat nën 16 vjeç, sepse realisht po bëhet problem. Pyetja e parë që unë do të bëj, a është varësi telefoni një? Mund ta quajmë varësi nga ana profesionale? Atëherë, dua që të diskutoj pak lidhe me këtë. Atëherë teknologjia ka evoluar dhe pavarësisht gjithçkaje është diçka e domosdoshme sa i përket ecurisë së saj në kohët e sotme. Nuk quhet varësi të përdorim shumë telefonin. Quhet varësi në momentin që përdorimi i telefonit ndikon funksionimin e jetës përditshme. Që do të thotë, kur ndikon në humor, kur ndikon në krijimin e marrëdhënieve cilësore me të tjerët, kur ndikon në gjumin dhe funksionimin, siç thash, përditshëm. Duhet kuptojmë që truri jon është pak si plastelin, le të themi. Pra, ashtu siç ne e mësojmë e stërvisim, atë ai kërkon. Në momentin që këtë shpjegim po e bëj dhe pak për prindrit. Këtë nuk doja të ndërprisja. Domethënë dua të gjitha shpjegimet mi bësh nga ana profesionale për grup moshat e mëdha. Pra mos u ndiko se në panel kemi fëmijët. Okej. Domethënë kur kem pyetje të fëmijët do ta japim shpjegimin për fëmijët. Okej, në rregull. Atëherë fillimisht doja që të shpjegoja pak se si funksionon truri jon në lidhje me këtë temë, shkurtimisht, që të kuptojmë edhe pse ne reagojmë në atë formë. Pra, prindrit mund të shikojnë sjelljen e fëmijës. Kur ata shkputen nga telefoni, mund të jenë bosh, mund të jenë të mërzitur, mund të shkojnë deri në irritim. Dhe prindrit zakonisht shikojnë sjelljen dhe përpiqen që ta stopojnë këtë direkt. Por mënyra se si funksionon truri është që të gjitha këto scrolling të videove të shpejta të platformave sociale
funksionojnë si shpërblime të shpejta për trurin. Dhe në këtë moment, truri çliron atë hormonin e kënaqësisë. Kënaqësia e shpejtë. Po. Dopamina. Është dopamina, që krijon edhe atë pritshmërinë e vet, qoftë edhe nga notification, që truri jonë është në gjendje pak alarmi se çfarë notification po vjen nga shoku, shoqja, nga X platform. Dhe problemi është që truri e kërkon këtë vazhdimisht më pas. Në momentin që fëmia shkputet, por edhe të rriturit, sepse unë e kam parë që kjo është bërë problem dhe me të rriturit tashmë. Ka shumë të rritur ka shumë të rritur që thonë që unë e përdor për punë, nuk dua të largohem sot ai nga telefoni, nuk dua, domethënë në fundjavë nuk dua ta përdor fare. Po sapo më bjen zilja, sapo më vjen shkon mendja aty sepse e kam për punë, thotë dhe Po, pikërisht. Shiko, unë të sugjeroja që në momentin që ne jemi në fundjavë dhe jemi në pushim, nuk pa flas për njerëz që vërtet e kanë telefonin punë non-stop, por edhe për këta ka hapësira, që do të thotë në momentin që ti je në një darkë, në një fundjavë me familje, ato notification t'i fikin. Telefonin ta mbajnë pak në distancë, që vërtet kalojmë kohë cilësore me familjen, fëmijën, kurdo qoftë apo shoqërinë. Problemi është që në momentin që ne shkputemi siç thash nga telefoni, jeta reale duket pak bosh. Duket pak e mërzitshme, me ritmet më të ngadalta. Qëndron mendja ke telefonin gjithkohë? Dhe jo, është ajo që unë thash pak më parë. Në momentin që truri mësohet me stimulim, ndalojmë, hapim prap telefonin, bëjmë scrolling, kërkojmë diçka të re. E lejmë, truri stimulohet dhe ne stimulohet shumë. Dhe në momentin që ne shkputemi nga telefoni, bisedat reale, loja, mësimi, apo qoftë edhe leximi i librit, janë aktivitete që duan durim, që duan kohë. Pra që do të thotë këto aktivitete që janë të përditshmërisë reale na duken më të mërzitshme. Ne mund të dëgjojmë ato frazat pastaj që nuk kam nerva, po them zhargonin, nuk përqendrohem dot, nuk e dëgjoj dot, nuk e dëgjoj dot mësimin, nuk e dëgjoj dot video deri në fund. Si ta kuptoj unë, pra ta bëjmë pak më thjesht për ata që na ndjekin. Unë jam pacienti, ti po flasim ti me shok, ti je specialistja. Si ta kuptoj unë që jam i varur nga telefoni? E kupton që je i varur në momentin që ti, siç thash, ndalon se përdorje telefonin dhe i rikthehesh atij. Pra në sjellje, po e shpjegoj në sjellje, është ky irritimi, është mërzia, është ndjeri bosh. Dhe më pas është me impulsin e parë të kësaj mërzitje, ti shkon edhe kap telefonin për të bërë scrolling edhe për të marrë ato videot më interesante. Sepse këtu është problemi, tek videot e shkurta dhe interesante, të cilat na japin atë kënaqësinë e momentit dhe ne përpiqemi të gjejmë diçka më interesante, akoma më interesante. Pra, ajo që është dukshëm, që unë kam një varësi nga telefoni, është kur humori ynë është i rënë. Kur cikli i gjumit është i prishur, sepse ne kalojmë kohë në telefon në orën 2 të natës dhe për këtë do të sugjeroja që telefoni të mbahet larg nga dhoma e gjumit. Kam disa pyetje interesante ka ajo pjesa e gjumit dhe këto janë pyetje që kanë ardhur nga prindër. Ose grup mosha të mëdha që mos i ndajnë prindër nga grup mosha të mëdha. Një zonjë më shkruante, më thonte që unë të gjithë thonë që telefoni, drita telefonit natën të bën dëm, ndërkohë mua më zë gjumi me telefon, pa telefon nuk më zë gjumi. Çfarë shpjegimi mund t'i japim? Shpjegimi që mund t'i jap kësaj është që varet se çfarë shikon në telefon. Ndoshta ajo e merr në kuptimin që sytë e saj po lodhen, truri i saj është shumë i lodhur dhe nga përditshmëria dhe ajo po flen. E vërteta është që drita telefonit e prish ciklin e gjumit. Që ne të flim gjumë, duhet që ajo melatonina të jetë pak më e lartë dhe truri të bie në gjendje qetësie. Dhe ajo që unë do të thoja është që ta provoj ta lej telefonin larg, të shtrihet, të bie në gjendje qetësie, të mbyllë sytë dhe mundësisht edhe dritat të jenë ose të fikura ose shumë pak të ndezura dhe të stërvitet me këtë formë. Pra, shkurtimisht, telefoni sa më larg dhomës gjumit. Nuk rekomandohet. Dhe gjithashtu edhe kur zgjohemi në mëngjes, do sugjeroja që mos të përdoret. Sepse rutina e mëngjesit, truri sa për zgjuar, bëhet gati për atë zgjimin
e avazht, më pas rutinën e mëngjesit dhe më pas hyn në ritmin e ditës. Pra sugjerohet as para gjumit mos jetë afër, por as në mëngjes kur ne zgjohemi nga gjumi, sepse mund të jetë vërtet një sjellje rutinë që ne zgjohemi nga gjumi, fikim alarmin dhe kapim telefonin edhe Mëse, në mos qofsh, unë të kërkoj ndjes nëse do bëj një lapsus, se nuk jam specialisti. The pak më përpara që truri programohet. Pra është një formë plaseline programohet. Pra ne pak a shumë e kemi programuar trurin duke ndetur në telefon, duke bërë një rutinë caktuar, sa herë jam i mërzitur, futem, bëj scrolling, sa herë ndjem bosh, futem. Pra navigoj ose eksploroj për ata që mund mos i kuptojnë termat. Pra scrolling do të thotë rrigjet kohës duke parë reelse të shkurtra apo njoftime të shkurtra. Tani, si mund të krijoj një antiprogramim të kësaj? Atëherë, thash që truri ose Se besoj nuk bëhet me fik, lëre telefonin. Sepse ajo, domethënë të kaluarit e kohës gjatë në telefon shpesh dëmton përqendrimin dhe fokusin. Dhe prandaj thash që kjo mund të stërvitet. Si mund ta përmirësojmë këtë? Të lexojmë dy faqe libri në ditë. Të kalojmë, të bëjmë pushime gjatë ditës, 20-30 minuta. Sepse paranteza duhet të ishte, nuk duhet që ta stopojmë direkt. Po, pse do të pra nuk mund ta stopojmë direkt. Nëse ne e stopojmë direkt, dëshira rritet më shumë. Dhe më pas lind ky ankthi edhe nervozizmi dhe kjo nuk është qëllimi, domethënë që ne të stopojmë në këtë formë. E rëndësishme është të edukojmë. Pra të gjejmë një antisistem, të gjejmë një rutinë tjetër. Ka rëndësinë e vet dhe normalisht do të na duhet teknologjia. Sot është shumë praktike. Është e pashmangshme. Thjesht duhet, absolutisht, është e pashmangshme. Thjesht duhet që ne këtë ta balancojmë, pra na duhet pak balans. Që atë kohën cilësore ta kalojmë vërtet me familjen, të bëjmë biseda të pagjykuara. Mund të shohim një film, mund të shohim një video edukuese nga fillimi në fund. Pra dhe kjo videoja edukuese nga fillimi në fund është një praktikë e përqendrimit dhe fokusit, pra që mund të arrijë pas më gjatë. Sugjerohet që të përmirësohet pak rutina dhe stili i jetesës, që fëmijët të kenë një rutinë si shkolla, sporti, koha e detyrave të shtëpisë, mund të kalojnë pak kohë në telefon, mund të shikojnë një film, mund të bëjmë biseda familjare që është shumë e rëndësishme që të krijojmë një biseda shumë cilësore me fëmijët, sa I përket me fëmijët dhe me njëri tjetrin, se po ta shohësh ka humbur dhe me njëri tjetrin dhe në shoqëri. Është që shumë njerëz nuk njihen siç duhet me njëri tjetrin, qoftë edhe brenda familjes, dhe kjo është pak problem, shumë problem do thoja, që ne jetojmë bashkë, por secili është në telefon dhe ne nuk e dimë se si ndihesh ti në këtë moment. Nuk e njohin njëri tjetrin, nuk po, është e vërtet. Dhe ndodh shpesh që njihen më shumë me shoqërinë apo me dikë tjetër, për arsye të komfortit, të krijimit të miqësive më të shëndetshme. Si ndikon në grup mosha të ndryshme telefoni? Atëherë, tek grup moshat, po them 0 deri në 5 vjeç. Truri I fëmijës zhvillohet nëpërmjet lojës, nëpërmjet zërit, nëpërmjet lëvizjes dhe mënyra se si ndikon është që shpesh do të cilësohet I parën është mund të ndikojnë në zhvillimin e gjuhës. Flasin më ngadalë, nuk flasin? Flasin më pak fjalë, flasin pak më me vonesë. Në krahasim A rekomandohet një nga 0 deri në 5? Është një pyetje që e kanë bërë gjitha psikologëve se ka një mit. Dhe këtë ma pyesin shpesh prindrit. Ka një sado që është dhënë përgjigja gjithmonë për këtë pjesë nga gjitha specialistët që kanë pasur. A ndikon mbajtja e telefonit nga 0 deri në 5 vjeç ke zhvillimi ADHD-s, autizmit e çrregullimeve të tjera që mund të ketë? Shiko, drejt të spektrit. Ndikon në simptomat, në elementet e tyre, që do të thotë në përqendrimin, në fokusin, në tolerancën ndaj pritjes që shikoj rëndom, që do të thotë fëmijët nga që janë mësuar me këtë stimulimin e shpejt, çdo gjë është menjëherë, është gati. Thash bëhet aktivitetet reale, loja, një aktivitet që ka instruksionet e veta, bëhet e mërzitshme dhe fëmia nuk ka durim të presi, qoftë radhën, qoftë ta përfundojë aktivitetin deri në fund. Dhe shumë fëmijë mund të nisi një lojë, hop, e humbi interesin shumë shpejt, e lën kapi diçka tjetër dhe kjo mund të ndikojë tek mendimet e prindërve që patjetër dhe kjo gjëja mund të menaxhohet. Sugjerohet që të përdoret që prindit punojnë më shumë me lojën, të
punojnë më shumë me nxitjen, qoftë datë verbale, të imitimit. Në këtë mënyrë stimulojnë dhe fëmijën që të zhvillojë më shumë gjuhën, por edhe që të rrisi përqendrimin dhe fokusin. Radha juaj për të bërë disa pyetje, pastaj do të kaloj unë prapë ke pyetjet e tjera. Po, tani rregullin e dim, ngrejmë dorën, bëjmë pyetjen, dëgjojmë përgjigjen, bëjmë pyetjen. Mirë. Cilësa është ti se kush mund të pyesë? Fillojmë do fillojmë me radhë që mos kemi probleme. Do ta nis këtë sot nga krau majt. Saidi. Kur bie shi me bubullima dhe ne kemi televizorin hapur dhe ne po flim, çfarë ndodh? Dhe ne, ju po flini? Ju po flini. Në qoftë se ne jemi në gjumë, ne mund të ndjejmë pak her pas here shiun, bubullimat, për ti po e shikon televizorin në atë momente? Po e shikonim dhe pastaj flinim dhe kishim televizorin hapur. Ti po thuaj që ti ke lënë televizorin hapur dhe të zë gjumi. Nuk ndodh asnjë gjë, thjesht ti ke vonuar më shumë orarin e gjumit. Thjesht ose nuk duhet të flej me televizor hapur. Po. Thjesht duhet të shtrihesh edhe të qetësohesh dhe më pas të zëjsh. Aris. Drita televizorit përpara gjumit, bën e gjë keqe me gjumit. Po, si të thash, ajo mund të zgjojë trurin. Pra në momentin që ti e ke orarin e gjumit zakonisht, po them në orën 10, nuk e di se kur flet zakonisht, dhe ti ke televizorin para, ajo drita e fortë ta zgjon trurin, dhe ti nuk të zëj më gjumin në orën 10, mund të zëj gjumin në orën 12 dhe më vonë varet se sa lodhesh. Pra drita ndikon tek gjumi jot. Dhe ti do flesh më pak orë. Ke pyetjen prap? Unë shtrihem të anë, nuk është se po e shikoj televizorin. Pra ti nuk po e shikon televizorin, thjesht ka pak dritë. Atëherë është okay, ti thjesht po të zë gjumin me një dritë pak më të ulët. Por prap nuk i shpëton që televizori duhet të jetë fikur kur flejmë gjumë. Dhe pa zë. Dhe pa zë. Sepse Dhe pa zë. Po, zonjusha. A na bën keq telefoni për syt? A na bën keq telefoni për syt? Po, sepse në telefon, sidomos në telefon që ekrani është më i vogël, ne duhet të kemi përqendrim dhe t'i mbajmë syt hapur dhe të fokusuar për shumë gjatë, dhe kjo shkakton një lodhje të syrit. Dhe për moshën tuaj sugjerohet që mos të përdoret telefoni gjatë, dhe nëse prindrit të thonë i lodhe syt, të kanë thënë të vërtetën dhe nuk duhet ta mbash gjatë telefonin, sepse vërtet syt lodhen, ekranet sa më të vogla, aq më shumë i dëmtojnë syt. Po. Çfarë ndodh nëse e vaj telefonin shumë afër syve? Ka një pyetje, nëse ti e mban telefonin shumë afër syve, je duke parë atë si stuat? Ja. Thjesht i afron më shumë dritë syrit, e lodh më shumë, e dëmton më shumë. Po. A është e rrezikshme të përshkruajmë në rrjetet sociale? Është ajo që unë fola pak më parë. E rrezikshme është pak fjalë, mund të thoja pak shumë e madhe, pak e egzageruar, por ka dëmtimin e vet tek ju. Ju ndjeni më të lodhur, ndjeni më bosh, nuk luani me moshatarët, nuk luani me vllajën, me motrën, me shokët, dhe hubni shumë gjëra të tjera që janë më produktive dhe që u bëjnë më mirë. Okej? E rrezikshme mund të jetë sepse varet çfarë shikojmë, do flasim pak më poshtë për rrjetet sociale. Po, pastaj kjo është varet Pra, nëse ju shihni gjëra që janë për fëmijë, nuk është e rrezikshme, por nëse janë gjëra që duhen parë në shoqërinë e një të madhi, ose që nuk janë për moshën tuaj, është e rrezikshme. Pra, mund të kthehet në problem për ju. Po. Sa orë do të rrim në telefon? Sa orë duhet të rrim telefon? Këtë Mos u trego zemër gjerfare, na i thuaj siç duhet gjithë gjëra. sa më pak kaq më mirë do thoja. Nëse themi sa orë është vërtet shumë, sa orë. Mosha jote duhet punoj me gjëra tjera. Okej? Bësh detyrat, të mësosh me një gjë, të pushosh, dhe diçka. E mbani telefonin kur konsumoni vaktet, kur hani ushqimin para, e mbani? Okej, edhe këtë nuk do e sugjeroja. Që tani më e bëjnë fëmijët shpesh, por edhe të rriturit. Sa më pak aq më mirë.
Jo me orë. Për ne sot Disa minuta. Për ne sot jem mësuese Albiona. Ne do të bëjmë gjithë pyetjet dhe i duam përgjigjet si mësuese. Po, i bëj vërtet. Si mësuese dhe si mami, pra që doja jepje fëmijëve të tu. Po, A të pëlqen ky profesion? Profesioni im? Po. Më pëlqen shumë. Më pëlqen vërtet shumë atë. po Wade. Arrin do çdo ditë me telefon? Më fal? Arrin dot çdo ditë me telefon. Po, ne mund të rrim çdo ditë me telefon, po varet sa gjatë rrim. Dhe se si ndihemi pasi Ne të shumë do ndihesh i lodhur, nuk do kesh më pas durim t'i bësh detyrat, nuk do bësh atë bisedën me mami se si t'ka kaluar dita, kupton? Pra ne mund të rrim, po kjo nuk na bën mirë. Po ylli tjetër. sa orë në ditë nga bëjmë telefon. Është pak a shumë e njëjta pyetje, sa më pak aq më mirë. Se cili Mund të grup shikojmë- bën pyetje që interesojnë. Kështu që Nuk duhet të kujdes. mbaj me orë, mund ta mbash pak disa minuta dhe e rëndësishme është të shikoni një video nga fillimi në fund, një video të gjatë që është edukuese për moshën tuaj. Okej? Mësuese Albiona është aq profesioniste, sado që do që marri pak me të mira sot, ju e dini që unë ja them gjërat pasaj drejt për drejt. Nuk duhet të rini fare në telefon, grup mosha juaj, nuk duhet të rini fare në telefon dhe të shikoni budalliqe. Po. Se e gjoni shpesh që e themi, po shihni budalliqe. Pra, budallik është kur shef Në qoftë se ata kalojnë kohën në për platforma si Lojra. bënim lojra. Okej. Po, edhe ato kanë Dhe çfarë po thoja? Çfarë doja të thoja me këtë? Pra, ju mund bëni sa më shumë ta përsërisni pyetjen, pra që ju të prisni që mësuesja t'ju thotë që sa orë do rim telefon, po shiko, tani po thot nuk duhet të rini, pastaj të mendoni ti merrni në një gjysmë kohë që nesër ta përdorni, nuk duhet të rini fare në telefon. mosha kjo e grup këtyre mosh. fëmijëve nuk duhet të ri fare. Kështu që se nuk ka çfarë ju duhet. harrojeni që ta merrni mësuesen me të mira dhe unë t'ju lej këtu që ju të merrni atë që ju mund t'ju dëmtoj. Ju kam thënë profesori, gjithçka është vetë në peshore, më dëmton apo nuk më dëmton. Në qoftë se më dëmton, duhet të eliminohet sa më shumë. Marina, 10 vjeçar si mua që për shembull a duhet të ketë një telefon? shumë Ja. pyetje e bukur. Jo. Madje unë do thoja sa më vonë t'ju japin telefonin fëmijëve, aq Aq më më mirë. Jo, nuk duhet të kesh një telefon, sepse nuk të duhet një telefon. Po ta bëj un pak atë replikën këtu. Ka shumë që thonë, nuk pa ngatruar prindrit. Se di ku do shkosh, po. Jo, pa ngatruar prindrit se do të prek pak më poshtë prindrit, nuk mërziten prindrit që na ndjekin live se kemi për fëmijët, po flasim për fëmijët. Pra, është 8 vjeç, mësuesja e thot nuk të duhet telefoni, shoku, shoqja, pra bashkëmoshatarja i thot të duhet telefoni se je jashmode, se unë shkova në plazh dhe nxora një foto, se unë e pash kush është ky apo ai VIP që del në Po. televizor, ti nuk e ke parë. Tani këtu çfarë këshille duhet t'japim? Këshilla ime është që mos të ndikoni, pra mos e merrni këtë afër zemrës dhe të mendoni, vetëm unë nuk kam telefon. Në qoftë se moshatarët tuaj kanë telefon, ata nuk po bëjnë diçka të mirë që ti të ndihesh keq, ata po bëjnë diçka të keqe. Dhe në qoftë se dikush të thotë, shiko se ti je jashtë mode po përdor këtë frazën, ti do i thuash, jo, nuk jam jashtë mode, nuk më duhet telefoni. Bënin lojra, keni lojra pa fund që mund bëni, mund të plotësoni puzzle. Në qoftë se ti do të shikosh diçka, një video të gjatë, po them Explore, po të them një film, patjetër këto mund i kaloni me familjen tuaj. Mund të hapni një film në televizor ku të mundeni dhe ta shikoni deri në fund. Por në të vërtetë nuk ka pse ju duhet telefoni dhe nuk keni pse të merrni informacione të tilla siç janë VIP-at edhe këto. Unë prandaj do të gasmoj që ti nxjerrësh të gjitha, se gjërat duhen thënë me zë të lartë. Po. Na bën një telefoni? Ja, nuk na bën mirë telefoni për aq kohë sa ne e mbajmë gjatë. Po flas për të rriturit, thash mosha juaj është mirë që mos ta mbani thuajse fare, okay? Sepse nuk na bën mirë në moshën tuaj, për shkak se truri juaj po zhvillohet, ju po rriteni dhe mund të zhvillohej në forma të tjera duke lexuar. Të lexoni të paktën 2 faqe libër. Tani do vinë pushimet verore. Keni menduar të lexoni ndonjë libër?
Ne lexojmë çdo ditë te kampi, Bravo, në shumë një mirë. periudhë kohore të caktuar kemi rutinë çdo ditë që lexojmë, që mund të jetë gjysore, 45 minuta, 1 orë, Perfekt. po lexojmë. Ka shumë libra për moshën tuaj që mund t'ju ngjallin shumë interes, mund t'ju zhvillojnë shumë imagjinatën, edhe mund t'ju mësojnë shumë gjëra. Dhe kjo është më e rëndësishme, të lexoni sa më shumë libra. Okej? Mund të informoheni nga aty. Një dorë trokitje këtu, se ju dini që mua më pëlqen shumë librat. Dhe mos kujtoni, dhe mos e keni dëgjuar nga shumë mësuese që kanë ardhur këtu, apo nga shumë zonja dhe zotërinj specialist, mos kujtoni se unë i porosisht jo japin këto mesazhe. Jo, absolutisht. Janë mesazhe që të gjithë flasin në mënyrë të pavarur. Kloj, Nëse bën një orë telefonit ose më shumë, a na prishin syt? jemi Kjo prap është ke pak koha një- telefonit, Po, pra ja, që që se marrë një orë dhe më shumë aty po qëndroj. Jemi prap te koha e telefonit. Shiko, nëse ti e bën këtë rutinë çdo ditë, që mban më shumë se 1 orë telefonin, patjetër që ka ndikimin e vet, sepse syret u do lodhen. Dhe varen se çfarë shikon aty ti, se sa shpejt lëvizin ato videot, se sa shpejt lëvizin ato imazhet, ato fotot, okay? Për këtë arsye mund të na i dëmtoj dhe mund të them diçka që siç dëmtohet syri i njërit nuk dëmtohet syri i tjetrit. Okej? Dhe nëse prindi të thotë ty, të janë lodhur syt, të prishen syt, atëherë ti duhet ta lësh, të bësh pushime të gjata, të merresh me diçka tjetër në shtëpi, okay? Vivi, Për shembull, kur jemi në telefon, a duhet të na shikojnë printerit? Po. Kjo më doli pak. ose mos sa vite, a mund shohim gjëra pa në telefon pa praninë e prindërve është pyetja. A duhet të na Që ta çfarë po bën, Çfarë po bën ti në jo? telefon? A duhet të ta kontrolloj prindi është pyetja. Po. Unë e di që ju mund të ndjeni pak të bezdisur nga kjo, por prindrit duhet të kenë kontrollin mbi telefonin apo tabletin tuaj. Për aq kohë sa ju kaloni, thash sa më pak. Duhet të kenë kontroll sepse ju jeni në një moshë pak të vogël dhe shumë e rëndësishme siguria juaj, se çfarë po shikoni, se çfarë po bëni aty, se si po kontaktoheni me njëri tjetrin. Dhe për këtë arsye është shumë e rëndësishme që prindi të kontrollojë telefonin tuaj. Okej? Dhe jo kam thënë dhe herë tjetër, do flasim pak më poshtë të rrjetet sociale. Bota është shumë e bukur sepse ju jeni të pafajshëm. Jeta është shumë e bukur sepse jeni ju, po kur të dalim në jetën e vërtet, pra kur të rriteni, do kuptoni që ka dhe njerëz të këqij, ka dhe anë të këqija jeta, që ne duhet të ruhemi, pra që mund t'ju dëmtojnë. Prandaj gjithmonë prindi është ai që ju do më shumë se gjithçka, ju ka dritën e syrit dhe prindin duhet ta besojmë gjithmonë, edhe kur na kontrollon telefonin. Dhe askënd tjetër, ju kam thënë gjithmonë, askënd tjetër në rrjetet sociale, po do ta kaloj pak më poshtë se dua të kaloj nga një deg në një deg, askënd tjetër e kemi thënë gjithmonë nuk e besojmë, përveç mësuesit dhe prindit. Askënd tjetër nuk e besojmë në rrugë, në rrjetet sociale apo kudo. Okay. Po, Nëse mama më thotë, rri vetëm 1 minutë në telefon, dhe kalon 1 minutë dhe më thënë shumë, a më bën një mendje për trurin, për syt. Zemra vogël. Jo, shiko, nuk është të dëmton apo të bën diçka të keqe, që ti e kalon atë minutin, e kuptoj. përveç se ke shkel rregullin e mamit, që nuk do ta shkelim rregullin e mamit. Përveç se ke skelur atë rregullin e mamit pikërisht, dua që t'ju them ti dëgjoni prindërit dhe në qoftë se prindi thot, mami, qoftë babi, apo një motër apo vëlla më i madh, ju thot, ma jep telefonin tani sepse koha jote ka mbaruar, duhet t'ja jepni. Okej? Në rregull? Po. Edhe dy pyetje ju, pastaj radha ime prapa. Bëjmë sa më pak telefonin. Po, sa më pak, thuaj se fare. Fëmijët nuk duhet ta mbajnë fare. Okej, Po, Wadi. Është bërsova po. Nëse është natë dhe ti nuk të zën gjumë, ke telefonin në hap, çfarë do? Duhet të fikësh telefonin. Dhe pastaj do i mbyllësh syt dhe do kuptosh që avash do të zëri gjumi. Një dorëkitje se ishte përgjigje shumë e bukur. Si po duken pyetjet? Po, Owen.
Kështu ka vënë kështu se në parë për rrugë psikolog. Vetja ime. Kur ju të rriteni dhe pak, do kuptoni se çfarë ju pëlqen të bëni më shumë. Dhe unë tek vetja ime kam parë që më pëlqen të shumë të punoja me njerëzit. Që nga bisedat që kisha me shoqet e mia dhe me familjen time, doja të kuptoja më shumë, pyesja më shumë. Dhe kjo më bëri që unë të mendoj për degën e psikologjisë. E para sepse doja që të informohesha dhe të dija se si t'i ndihmoja të tjerët që kishin nevojë. Dikush ishte i mërzitur, që kishte një problem, dhe unë e çoja deri diku bisedën dhe pastaj nuk mund ta ndihmoja dot. Dhe kjo është arsyeja pse unë doja që ta nisja këtë profesion. Pra unë doja që ta nisja vetë këtë. Patjetër kam pas edhe disa dëshira të tjera që mund të kenë qenë hobi, por kjo ka qenë gjëja që unë kam dashur. Është pak altruiste, domethënë Është, psikologjia futet, psikologjia, mësuesia, mjekësia kanë një lidhje të përbashkët që dhe jo pa shkak ne jemi këtu ku jemi. Pra vjen shumë së brendshmi. Vjen nga ky altruizmi që ti the, që ka diskutime është sa i pastër është, sepse edhe ne marrim atë feedbackun që patjetër na plotëson edhe është një shpërblim për ne. Por që jo pa shkak kemi këtu. do bëjmë ca pyetje edhe për ata të mëdhenj që na ngjojnë dhe do t'ju jap radhën prapë, se e di që për këto tema është vërtet shumë, më ka ndodhur dhe ke intervista dhe ke seriat e përparshme që kishin video games, nuk pushojnë pyetjet. Kështu që do t'i bëjmë në disa pjesë këto që ju të bëni pyetje pafund, por duhet që të gjithë përfshijmë të gjitha kategoritë që na ndjekin. Është ndërtuar një sistem i cili duket sikur ka dy jetë. Ka një jetë virtuale dhe një jetë natyrale. Tani, unë do të bëj ca pyetje të nënzënshme dhe do të lutesha të më jepje përgjigje shumë të sinqerta. A e gënjim veten apo jetojmë në një shoqëri që po gënjim veten? Po. Unë mendoj që po, sepse siç thash, të gjitha këto aktivitetet e jetës reale kanë, si më thënë, janë të ndikuar nga teknologjia. Njëra e tjetrit, bisedat reale, zhvillimi i shoqërisë, komunikimi me të tjerët, mbajtja e një bisede, ndjekja logjike e saj. A vjen kjo nga inferioriteti? Për shembull, pse duhet unë ta postoj drekën që po konsumoj në rrjetin social? Pse unë duhet vishem bukur dhe ta postoj veshjen në rrjetin social? Nuk po flas se është dhe justifikimi që thuhet unë po bëj marketing, nuk po flas për kategorinë e marketingut, po shohim që domethënë dal duke qesh në rrjetin social kur unë mund të jem i mërzitur në vetë. Pse duhet ndodhi kjo? Kjo ndodh për shkak të pranimit social. Sepse në internet na serviren modele që nuk janë të vërteta, pamje që në të vërtetë nuk janë të vërteta. Dhe për këtë arsye, sidomos në moshën, pubertet, adoleshent, që zhvillohet identiteti, që zhvillohet vetvlerësimi, ekspozimi ndaj këtyre modeleve të pavërteta shpesh ndikon në anktin, në vetbesimin e fëmijëve. Dhe këtu zhvillohet pastaj ndjenja e inferioriteti, sepse unë shikoj një model perfekt aty. Po shikoj një fëmijë që po bën vetëm aktivitet, apo një njeri, apo një të rritur, që po bën një jetë perfekte, ka makinën luksoze, ka pushimet luksoze, ka veshjen perfekte, ka lukun perfekt. Pse duhet ta nxjerr? Pse duhet ta nxjerr? Për shkak të thash, sepse gjërat kanë ardhur dhe kanë pas një vrull dhe modeli perfekt mendoj që ka shitur fillimisht. Dhe më pas ka dëmtuar dhe mendoj që ka shumë njerëz në fakt që janë ndërgjegjësuar në lidhje me këtë. Unë, siç është kjo ana tjetër pak problematike, shoh edhe shumë familje që kalojnë vërtet kohë cilësore dhe përpiqen që të krijojnë një familje të shëndetshme dhe një rutinë të shëndetshme për fëmijët. Me shkolla cilësore, me edukim, me kurse, me fundjava. Pra pak a shumë po thua pa e kuptojnë. E kuptojnë, mua më vjen mirë për këtë, uroj që masa tjetër që nuk e ka kuptuar dhe sidomos grup moshat nëse më dëgjojnë apo ato familje që kanë adoleshent, do i lutesha që të ndërhynit pak nga pak në rutinën e fëmijës tuaj, kur e shikoni që sjellja e tyre është
pak problematike dhe përveç kësaj po qëndrojmë tek tema që ishim, kalimi i kohës së gjatë në telefon nuk duhet parë vetëm si problem në sjellje. Duhet parë pak ose duhet parë shumë si stimulim shumë i fortë për sistemin neurologjik. Dhe për këtë arsye pastaj gjërat vijnë shkak pasoj. Janë shumë kush është kategoria, megjithëse më nuk pëlqen shumë kjo ndarja me gjithë po do të bëj ca pyetje drejt për drejt atë kjo pjesa kështu. Kush gënjen më shumë veten në rrjetet sociale, po flas për grupmoshat e mëdha. Vajzat apo djemt? Nuk mundem që të them diçka, do gënjen nëse unë do përcaktoja diçka specifike. Kush i keq përdor më shumë? Unë mendoj që nga të dy anët keq përdoren, por në mënyra të ndryshme, në forma të ndryshme, sepse thash gjinit mund të kenë tematika të tjera, pra vajzat sidomos për lukun, për pamjen, për veshjen edhe, ndoshta meshkujt patjetër për krimin e vetbesimit dhe të marrjes së inkompetencë në shoqëri e të tjerë, pra mund të kenë dimensione të ndryshme, por në thelb qëndron vetbesimi, qëndron formimi një identiteti që është pak më delikate dhe aty fillon që të formohet dhe më pas patjetër evolon dhe zhvillohet me kalimin e kohës, me kalimin e edukimit edhe patjetër të informimit. Por siç thash, të dyja gjinit është bërë pak sa problematike. Nuk mendoj se është njëra pak më pak, ndoshta edhe mund të jetë. Por nuk besoj. A je dakord me këtë kthimin në modë? Për shembull, po ngjojmë shumë influencera, blogera, pra vjen disa emërtime. A je dakord me këtë kthimin? A mund dali çdo kush dhe të thotë unë jam influencer, apo unë jam vloger, apo unë jam... Jo, unë mendoj që... Duhet ketë një ndarje për këto? Patjetër. Influenca që ato kanë, pra që do të thotë... Ndikimi për ata që mund më që ato kanë, që kjo ndikon pak edhe tek fëmijët. Sepse te kjo mosha adoleshencë që thash, shpesh e lidhin vetbesimin, vëmendjen e tyre me followers, me like. Te kjo doja dilja, pra kanë bërë një ndikim shumë keq në shoqëri. Mendoj që kanë pasur ndikim. Personalisht mendoj që kanë pasur ndikim dhe kjo nuk është okay. Mendoj që njerëzit që dalin aty dhe përpiqen të përcjellin mesazhe, duhet të kenë një bagazh dhe të mbajnë përgjegjësi për atë që flasin. Sepse të rriturit është okay, mund t'i filtrojnë gjërat. Dhe disa gjëra i marrin, disa gjëra po i vogli mund t'i marrë shembull direkt. Po fëmia nuk ka vetë kontroll, nuk ka aftësim për ta logjikuar, për ta analizuar se sa e vërtet është. Dhe shpesh grupmoshat e vogla gjërat i marrin dhe i thithin ashtu siç janë. Për këtë arsye do të kujdes informimi. Për fat keq. Sa e vështirë është të jesh zonjush në Shqipëri dhe të kesh egon, objektivat dhe pavarësinë tënde? Atëherë, unë mendoj që tashmë nuk është dhe shumë e vështirë, sepse ka shumë vajza punëtore dhe të ndërgjegjësuara në lidhje me arritjet e tyre, në lidhje me këtë zhvillimin e karrierës. Dhe mendoj që nga kjo anë nuk është e vështirë, por gjithmonë kjo por e thon pak atë parantezën. Të gjitha këto modelet që janë jo të vërteta, shumica për tyre janë, unë mendoj dhe besoj që janë të pavërteta, shkaktojnë shumë pasigurira tek vajzat e reja tek zonjushat. Sepse ti mund të punosh pafund, ti investosh në studim, ti investosh dhe ti shikon që okay, ti deri këtu shkon sepse gjithçka ecën sipas moshës. Pra, dhe nëse ti shikon një moshataren tënde që është në një dimension tjetër, do bën një jetë totalisht ndryshe nga jotja, ti ndoshta mund të krijosh atë pasigurinë. Po thash, mosha e rritur për shkak të ndërgjegjësimit, besoj se i filtron pak më shumë dhe arrin ta kuptoj se që kjo nuk është reale, sepse edhe ne po punojmë. Kupton? Në fund si e lirë. Ne po punojmë, po bëjmë shumë gjëra. Jo, ka dhe kjo nuk do të thotë që ne s'po bëjmë maksimumin, dhe kjo nuk do të thotë që ne duhet të devijojmë dhe të bëjmë gjëra vetëm për të pranuar socialisht.
ose përgjigjet Duhet t'i japim pak më shumë, mendoj, pak më shumë zonjë studimi, intelektualizim, pak humanizmit, shumë humanizmit. Dhe patjetër marrëdhënieve sociale, të krijoni shoqëri, të dini si t'i mbani bisedat, të dini si të pyesni, të dini si ndihmoni shokut kur ata janë në vështirësi, të dini si t'i pranoni shokut kur ata janë në vështirësi, dhe jo t'i gjykoni dhe jo t'i shani. Prandaj duhet lexoni dhe të informoheni, që dhe ju t'i jeni njerëz social, t'i ndihmoni të tjerët, dhe më vonë ju të keni krijuar atë terrenin tuaj që dhe ju të keni një shoqëri kur në një moment jeni në vështirësi, ku mund të flisni dhe të kërkoni një ndihmë. Okej? A ke një këshill për gjitha zonjushat që na ndjekin? Edhe Po, e para që kur unë nuk e them them. zonjusha, nuk po pyes këtu vetëm për ciklin 9 vjeçar. Kur them zonjusha, po flas për të gjitha grup moshat. Po. Dhe mbi 20. Okej. Pra, ka një mod që nis që 8 veçdit dhe është problem. Gjen gjërat e shkurtra. Po. Jetojmë në një shoqëri, jam munduar ta them shpesh këtë se nuk dua të keq kuptohem nga kjo. Dhe nëse keq kuptohem, nuk jam se jam nga ata që eci shumë me pjesën e opinionit. E kam thënë shpesh, ne adhurojmë sharmin femëror, jemi munduar gjithmonë të japim një sharm dhe stil femëror shoqërisë sonë, por gjithmonë kemi ngelur shoqëri maskiliste. A është faji? Unë mendoj që shpesh faji e ka gjinin, nuk është gjinia maskullore, dhe siç mendoj gjithashtu që një shoqëri që zhvillon zonjushat, apo sharmi dhe është zonjusha ajo që jep drejtimin një shoqërie. Qoftë kjo dhe një mashkulli. Tani, për zonjushat dua, sepse thuhet shpesh dhe edhe në pyetjet që bëhen. Përse unë duhet studioj, përse unë duhet mësoj, përse unë duhet punoj dhe të lodhem shumë, kur unë mund t'jem e bukur, mund t'kem hire, mund t'kem elegancë, mund t'kem sharm dhe mund t'gjej një zgjidhje më të shkurtër. A je dakord shumë me këtë? Jo, Se nuk paka jam shumë? dakord. Dhe mendoj që paka shumë. Mund ta kesh ndeshur këtë, besoj. Po, patjetër, por mendoj që disi u përpoqja ta jap një mesazh. E para, pse ne duhet punojmë, studiojmë, informohemi, është për të zhvilluar së pari tek vetja jonë, dhe më pas për të qenë njerëz edhe të dobishëm për shoqërinë. Për të qenë njerëz të pavarur, të kënaqur me veten, të motivuar për të punuar edhe për të arritur pak më shumë, dhe patjetër për të qenë jo të varur nga këto modelet e tjera, që ndoshta janë pak më të shpejta, por janë të palumtur edhe të pakënaqur shpeshherë. Janë bosh. Janë bosh. Është thjesht një fasadë. Njeriu është shumë më shumë se kaq. Është shumë më i thellë. Dhe gjëja më e çmuar që një zonjush mund të ketë në jetë është liria dhe pavarësia. Vetëm atë nuk duhet ta humbni kurrë. Që mos ta humbni atë, nuk duhet lejoni askënd, nuk duhet lejoni askënd t'ju arrëmbej. Mos bëni kompromise me lirinë tuaj. Bravo. Bëjmë një dorëdokitje, do bëjmë, të lutem, vetëm 4 pyetjet e fundit ju dhe 3 pyetjet e fundit unë. Okay. Sepse jemi të limituar me kohën. Paka shumë jemi munduar të prekim gjitha pyetjet e përmbledhura. A mund të shtoj vetëm diçka? Po. Do e them shkurtimisht, thjesht për ta thënë dhe këtë, sepse më erdhi 2 herë në mendje dhe nuk pata mundësinë prej gjithçkaje. Do doja që të sugjeroja gjithashtu për prindit që i hasin këto vështirësi, që të kem pak kujdes edhe me modelin që përcjellin vetë. Që do të thotë, në qoftë se ti kalon kohë shumë të gjatë në telefon, fëmia e normalizon këtë fakt. Pra fëmijët nuk kuptojnë vetëm nga ajo çfarë dëgjojnë, dhe nuk marrin vetëm nga ajo çfarë dëgjojnë, shumë marrin edhe nga ajo çfarë shikojnë. Pra nëse ti kalon dhe jep fëmijës të model dhe pret që fëmia tënde të stopohet direkte, patjetër që fëmia do angazhohet në sjellje. Kështu që përpiquni të jepni kohë dhe ju fëmijës
që dhe ju të krijoni atë modelin cilësor dhe të shëndetshëm. Sepse ajo që shoh është ajo që mësoj. Ajo që shoh është ajo që mësoj. Shumë mesazh i bukur. Po, 3 pyetjet e fundit, shpejt, lutem. Po, a është mirë që një fëmijë pas mos të jetë i çarë me telefon të ketë social media si Instagram, si TikTok? Ja. Instagrami në të vërtet të kërkon moshën, që do të thotë mbi 18 vjeç, pavarësisht se këto hapen akauntet e prindërve, shpesh në email dhe numra telefonit të prindërve, dhe vetë Instagrami ta thotë këtë, por dhe unë po ta them që nuk duhet ta ketë. Po wait. Nëse unë kam Instagramin dhe shoku ju se ka, edhe unë jam 8 vjeç, a duhet ta kem? Ja. Shoku bën mirë që se ka, dhe as ti nuk duhet ta kesh. Nëse ti do të komunikosh me shokun, mund të komunikoni nëpërmjet mamave, prindërve. Shoku e do. Duhet i thuash që kjo nuk është për ne. Ke shumë lojra për të luajtur, ka mënyra të tjera se si mund të merresh vesh me shokun, pra se si mund të takoheni. Po, Said, Aris, Owen, dhe mbyllim. Kur ne shikojmë diçka të fikshme edhe na vjen orari që të flim, ne mendojmë ato gjëra dhe nuk na flet, çfarë ndodh? Ne folëm pak më parë që ju nuk duhet të shikoni gjithçka. Mosha juaj nuk është gati dhe truria juaj nuk pranon gjithçka që i del përpara. Për këtë arsye, duhet që të konsultojeni me prindrit dhe ata të përcaktojnë se çfarë ju mund shikoni. Filmin që është për moshën tuaj, apo videon edukative që është për moshën tuaj. Prandaj, rrjetet sociale mund të të prezantojnë me video të tilla, qoftë edhe YouTube, sepse aty nuk ka një grup moshë specifike, hidhen video edhe për fëmijë. Dhe ti mund të hasësh një video apo një foto, një imazh shumë të shëmtuar që nuk e pranon dot. Patjetër shkakton atë frikën, që nuk është reale, se në të vërtetë je në shtëpi dhe nuk ndodh asgjë. Kështu që këtë mund ta mendosh në momentin që has diçka të tillë. Po do të sugjeroja që të konsultohesh me prindin. Po. Bubusha jona do të kesh në chat. Ja. Absolutisht. Jo, sepse është një platformë. Unë personalisht nuk e kam, po më herët e kam pasur. Dhe gjëja që më shqetësoi më shumë ishte që ti aty mund të kontaktosh me njerëz që vërtet nuk i njeh, as nga emri, as nga foto, as nga gjithçka. Dhe ajo ishte vërtet, do të thënë, kjo është për mua është platforma që ju absolutisht nuk duhet ta hasni. Por edhe platformat e tjera, çfarë janë TikToku dhe këto, nuk janë për moshën tuaj, nuk duhet që t'i keni ju. Si të ruhemi ne nga rrjetet sociale? Është ajo që unë thash. Të ruhemi duhet gjejmë balancën. Pra, çfarë shikojmë? Sepse ne do kemi kontakt, mund kemi kontakt, na duhet për informim. Është e pashmangshme. Është e pashmangshme. Po duhet një balancë, duhet një kontroll nga prindrit për atë se çfarë fëmia shikon. Dhe patjetër pak nga pak duke ja rralluar dhe duke ja minimizuar kohën që ai kalon në këto platforma. Si të ruhemi, duke krijuar i jap shumë zë marrëdhënieve reale me shok cilësore, duke krijuar ambiente të shëndetshme familjare, biseda pa gjykim, të flisni me prindrit tuaj për gjëra që nuk i kuptoni, për gjëra që keni pikpyetje, për gjëra që ju mërzisin, që ju shqetësojnë, dhe me mësuesit absolutisht. Pra, flisni, luani, bëni lojra, puzzle-a, ka pafund lojra që mund të bëjnë. Ka kurse, ka fusha, shëtitje, fundjavat, që duhet të jenë orë të gjata pa telefon, ku ju shkoni në plazh dhe s'keni pse ta prekni telefonin. Pishina, nuk keni pse ta prekni telefonin, kënaqeni aty, njihni njerëz të rinj, shok, lajeni. 2 problematika dhe pastaj 2 pyetjet e fundit, se faktikisht njëra na ka ardhur drejt për drejt faktikisht si problematik. Po nis nga kjo e fundit, po doja ta prekja dhe s'doja ta prekja për shkak të panelit. A duhet të dërgojmë foto shoqeve ose shokëve në rrjetet sociale dhe pastaj kur këto foto na keq përdoren apo kërcënohemi me këto, si duhet të reagojmë? Duhet i themi prindit, a duhet shkoj te psikologja dhe a duhet kem frikë apo jo nëse unë e kundërshtoj? Unë si prind pa thua. Jo.
është pyetje që ka ardhur nga për shqetësim që ka ardhur nga Shikom. shqetësimet që vinë. Nuk sugjerohet ti dërgoni foto shokëve. Po flas për një grup mosh, 16 deri në 18 vjeç, kjo problematikë. Okej. Ata mund të kenë marrëdhënie dhe mund të krijojnë shoqëri që mund të konsiderojnë vetëm kushta, por nuk sugjerohet të dërgojmë foto tek njëri tjetri, sidomos intime, nuk sugjerohet sepse në një moment apo në një moment tjetër këto foto edhe mund të keq përdoren për arsye të prishjes së marrëdhënies. Në momentin që keq përdoret dhe unë po kërcënohem atë, çfarë këshille jep ti në të momentin? Duhet bëni është të lajmëroni prindin, mos keni frikë nga asnjë gjë përkundrejt prindit. Pra, në momentin që ndjejnë këtë vështirësi që ju ndodh kjo, është shumë presion për fëmijën, nuk e mban dot fëmia gjithë këtë presion. Duhet komunikojmë me prindin dhe patjetër me policinë. Këtë gjë e zgjidh prindi më pas, dhe patjetër fëmia duhet të tërhiqet dhe tregohet më i kujdesshëm në varësi të këshillave të prindit dhe të profesionistëve psikologë. Nëse unë i them prindit, mësueses edhe policisë. Nëse i them prindit kam frikë se do më bërtasin. Dhe do përgjigjet e shkurtra. Nëse i them mësueses, përveç se mund të kem frikën që do më bërtasi, kam frikën se do i thot prindit. Dhe në qoftë se unë e denoncoj, kam frikë se në qoftë se këto foto dalin, imazhi im dëmtohet. Shiko, unë prandaj i më shova pak në fakti që duhet që marrëdhëniet me fëmijët jenë paksa shoqërore, pa gjykime. Përpiquni ti kuptoni, ti pranoni fëmijët tuaj dhe ti edukoni në një formë më të qetë, të ruani qetësinë. Patjetër që prindi mund të shqetësohet dhe mund të reagojë keq, por prindi është ai që do e zgjidhë problemin tuaj. Në momentin që juve ju del jashtë kontrollit. Dhe nuk duhet kemi frikë nga prindi. Kjo si duhet reagoj prindi, pra kjo ishte ideja si duhet. Unë si duhet reagoj karshi prindit. Pra unë si fëmia, po, si adoleshentja. Adoleshenti ose adoleshentja, se nuk ka rëndësi. Duhet ti tregosh të gjitha gjërat ashtu siç ka ndodhur, e para. E dyta, duhet të shqetësohesh, dhe për këtë duhet ndihmoj prindi dhe psikologu, dhe të marrësh dhe të dëgjosh këshillat e prindit. Sepse, në qoftë se kjo gjëja kalon, dhe ti nuk i ke marrë parasysh këshillat e prindit dhe të psikologut, mund të përsëritet. Dhe në momentin që situata ka arritur dhe ka shkuar në këtë pikë, prindi është ai që mund të ndihmojë dhe ta zgjidhë problemin. Thash, fëmia nuk mundet që ta përballojë dot vetëm. Ndonjëherë dhe prindi nuk ka përballon dot sepse patjetër është situatë shumë e vështirë dhe gjërat përhapen shumë. Dhe janë raste që po ndodhin pak si shpesh. Po, dhe në ndihmë dhe pasojat që unë nuk dua të diskutoj tani. Vetëm një mesazh do doja të lutem, se më ka ardhur ky si shqetësim. Do doja vetëm mesazh, po duke parë kamerën atje për këtë kategori, pra që preken nga ky problem. Çfarë mesazhi do t'i jepje? Dua që t'jeni shumë të kujdesshëm me grupmoshën e adoleshentëve. Paraprakisht duhet të përgatisni që në moshën e pubertetit ti informoni në lidhje me ndryshimet e moshës, në lidhje me ndryshimet e humorit, në lidhje me mënyrën se si funksionon trupi dhe truria, të përpiqeni ti socializoni dhe ti kontrolloni njëkohësisht për të pasur dhe ju për të krijuar atë qetësinë tuaj. Do të sugjeroja që marrëdhëniet të jenë vërtet të hapura, të diskutojnë tema, mos të ketë komplekse. Sepse ky kompleksiteti dhe krijimi i frikrave shpesh ndodh që fëmijët kalojnë në këtë arratisje dhe në këtë izolimin emocional. Dhe ky izolim emocional është ai pastaj që mund të shkaktoj këtë gjërat e tjera dhe ti e ke shumë të vështirë që ta nxjerrësh fëmijën nga aty. Nuk e çoj një video deri në fund, ndihem vetë dhe kam shkruar fiksi ka ardhur si mesazh. Nuk e çoj një video deri në fund, ndihem vetëm dhe hap telefonin, por nuk kam nerva për të dëgjuar video të gjata apo lexuar tekste të gjata. Shpesh e kap veten duke lëvizur shortse të shkurtra, shpejt dhe pa vetdije. Po, ndodh shpesh ndodh pa vetdije, kjo ndodh të rriturit. Nuk ka pyetje, thjesht gjithashtu pyetje kjo, domethënë. Po, e marr si pyetje.
ndodh shpesh tek të rriturit kjo që humb interesi, siç thash, ato videot e shpejta që ne kalojmë, na e ulin atë fokus. Ne duam diçka më interesante, bëhet e mërzitshme. Përpiquni që ta çoni videon deri në fund. Po flas për grup mosha të rritura. Tham të veshit. Po flasim për këtë problem. Prandaj lash këto dy mesazhe për fund. Ta rrisni fokusin, pra të përqendroheni dhe ta çoni videon deri në fund. Të bëni pushimin tuaj. Përpiquni të shikoni një film nga fillimi deri në fund. Dhe ta riktheni vëmendjen aq herë sa ju humbet. Se mund ndodhi që mund ta humbasësh vëmendjen dhe pastaj të rikthehesh. Kështu mund ta stërvisësh fokusin dhe përqendrimin. Pra, me përpjekje, pra me koshiencë, ti i ve qëllim vetes që ta shikosh nga fillimi deri në fund, pavarësisht se humori jot bie dhe të duket pak e mërzitshme. Të lutem për të gjithë ata që duan të të kontaktojnë, ku mund të gjejnë dhe ku mund të drejtohen. Atëherë unë punoj në klinikën e Menticare. Besoj që aty mund të lidhemi. Emri im është Albiona Toz. Po, në Instagram klinika? Menticare Clinic. Po bëje pyetjen e parafundit. Si ndjeva kur pjesën tënde? Fillimisht u ndjeva pak e lumtur, pak e emocionuar, është eksperjenca ime e parë që domethënë unë incizohem për të folur, sepse bisedat e tilla i bëj me shumë qejf sa i bezdis njerëzit ndonjëherë. U ndjeva pak e emocionuar, më pëlqeu fakti që do kisha mundësi të flisja me ju, sepse unë me fëmijë punoj. Dhe shpesh herë e shikoj gjithë këtë problemin që ka agravuar dhe ndonjëherë nuk i jep dot zë aq sa mundesh gjërave. Kështu që unë uroj që të gjitha këto gjëra që ndoshta nuk ju pëlqyen, ti merrni pak, ti mendoni pak, edhe ti praktikojeni. Flisni me atë shokun, bëni muhabet, luani, bëni një lojë, kontrollojeni emocionin tuaj, mos shpërtheni si vulkan, bajeni pak vulkanin e qetë. Në momentin që keni konflikt, kërkojeni ndihmë prindërve. Okej? Që të mund të rriteni shëndetshëm. A të pëlqejnë pyetjet tona? Më pëlqen shumë, faleminderit. A ju pëlqejnë përgjigjet e mësueses? Do ta thrasim prap? Maj sa na ke ndjekur, maj sa na ke parë dhe ke kërkuar për Time Center, dua një mendim. Ashtu si të vjen një sugjerim, një kritik, çfarë duash ti? Atëherë, mua më vjen shumë mirë që fëmijët janë në kontakt me njerëz që mund të thonë diçka, që mund t'i ndihmojë, që mund t'i japi një zgjidhje, që të kuptojnë se çfarë ndodh vërtet dhe se çfarë pasojash kanë gjërat e përditshmërisë tonë, se sa rëndësi ka cilësia e jetës sonë, se sa rëndësi ka mënyra se si ne kalojmë kohën. Ishte shumë kënaqësi që të kishim. Edhe për Time Center është shtëpia e të gjithëve, është shtëpia e çdo profesionisti, e çdo njeriu që e ka punën me pasion, është shtëpia e zotërinjve dhe zonjushave të bukura, plot sharm siç je ti dhe të mençura, sepse ishte edhe e mençura apo jo? Do bëjmë një dorë kitje. Ju falenderoj shumë që na ndoqët. Ju rikujtoj që të gjitha intervistat mund t'i gjeni në bibliotekën tonë virtuale dhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube. Gjithashtu dua ta mbyll me një mesazh. Gjëja më e virtytshme dhe gjëja më mëkatore që njeriu mund të ketë në jetë është të gënjej dhe të mos gënjej veten. Dallimin e bëni ju. Të mësosh kur nuk është vonë. Miru takofshim në të tjera intervista. Albiona, faleminderit që ishe me ne. Mirupafshim.